Në Shtetet e Bashkuara ndodhet këto ditë për vizitë një delegacion i lëvizjes vetëvendosje i kryesuar nga zoti Albin Kurti, kryetari i partisë dhe kryetari i Komisionit të Parlamentit për Politikën e Jashtme. Gjatë qëndrimit zoti Kurti ka mbajtur ligjërata në universitete dhe ka zhvilluar takime me diasporën në disa qytete amerikane, si dhe me ligjvënës dhe zyrtar amerikan në Washington. Sot zotin Kurti e kemi të ftuar në studion editarit. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Zoti Kurti, juve e keni kundërshtuar marrëveshjen midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve mes të dy vendeve, e cila është vlerësuar si e rëndësishme nga diplomatët e Bashkimit Evropian edhe Washingtoni. Çfarë alternative ofroni ju? Marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk i ka normalizuar marrëdhëniet midis dy shteteve dhe dy popujve, po midis dy kryeministrave, Thaçi dhe Dačić, midis qeverisë së Kosovës dhe strukturave ilegale armiqësore Serbisë në Kosovë, si dhe midis Beogradit dhe Brukselit. Serbia po i afrohet Brukselit, Veriu po i afrohet Serbisë dhe komunat aftësore në jug të Ibrit po i afrohen Veriut. Ne besojmë që Kosova duhet t'i kthehet vetës dhe bashkë me faktorët ndërkombëtar, në radhë parë ata që janë dashmuar në të kaluarën tonë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet kryesore të Bashkimit Evropian, ta bëjmë Kosovën sovrane me integritet territorial dhe me zhvillim ekonomik. E dim të gjithë se Serbia është hisedare në shtetin e Bosnjës për shkak të marrëveshjes së Daytonit. 18 vjet më vonë, Serbia po bëhet hisedare në shtetin e Kosovës përmes kësaj marrëveshjes së Brukselit. Kjo është shumë e padrejtë dhe gjithashtu e dëmshme, do të ketë pasoja afatgjate, prandaj ne mendojmë që një dialog i këtillë, i cili ishte pa kushte për Serbinë, për çështjet brendshme të Kosovës, gjithsesi nuk është dashur të pranohet. Ju e një shprehur dje madje në një takim në qendrën SAIS këtu në Washington se Kosova po sakrifikohet për çështjen e pranimit Serbisë në Bashkimin Evropian. Por në fakt analistët janë shprehur se de facto Serbia i ka njohur institucionet e Kosovës përmes bisedimeve aktuale. A nuk duket kjo një arritje pozitive? Nuk ka javë që qeveritarët kosovarë nuk na thonë se si Serbia e njohu de facto Kosovën, mirë po kjo nuk është e vërtet. Serbia po e njeh qeverinë e Kosovës, por jo shtetin e Kosovës, dhe këtë njohje po e shfrytëzon brenda qëllimit dhe qëndrimit të njëjtë kundër pavarësisë së Kosovës dhe kundër popullit shqiptar. Ne mendojmë që në Beograd të gjithë e dim që i kemi në pushtet kriminale serb të luftës, të familjes Miloševićit të Sheshelit, sepse Dačići, Vučići e Nikolići nuk janë tjetër fare prej atyre. Prandaj kjo është arsyeja pse është dashur të vihet kushte para Serbisë, që ajo të kërkoj faljet, na i paguaj dëmet e luftës, ta pranoj pavarësinë, ta ndryshoj kushtetutën, të pushoj me shtypjen e diskriminimin e shqiptarëve në Preshevë, Medvegje, Bujanovc dhe aq shumë borxhe që na i ka të na i laj prakisht në mënyrë që të kualifikohet të bisedojë të merret vesh me neve. Dialogu me Serbinë nuk po e ndryshon Serbinë, po e ndryshon Kosovën. Dhe kjo është për të ardhur keq, sepse po shndrohemi në një shtet jo funksional, ne tashmë jemi shtet i dobët dhe duke pasur edhe elemente të shtetit të kapur, ne rrezikojmë të dështojmë si shtet. Kjo është arsyeja pse jemi shumë të brengosur dhe të gjitha ato fjalë për medemek njohjen e Kosovës de facto nga Serbia, më tepër kanë për qëllim relaksimin e opinionit publik sesa që paraqesin realitetin në teren. Integrimi të dy vendeve në Bashkimin Evropian do të jetë një proces i gjatë dhe Serbia dhe Kosova në fakt janë një simbiozë drejt pranimit të institucionet evropiane, nuk mund të shikohen të shkëputura nga njëra tjetra. A nuk e shikoni të rëndësishme bisedimet në këtë proces i cili do të zgjasë për shumë vite? Prishtina duhet të bisedojë me Brukselin dhe me Tiranën. Dhe mendoj se kjo është mënyra se si ne edhe forcohemi si shtete e si kom në Ballkan, edhe avancojmë drejt integrimeve evropiane. Nëse integrimi evropian kalon nëpër Beograd, atëherë ne as nuk do të integrohemi dhe në të njëjtën kohë as nuk do të forcojmë shtetin e kombin tonë. Serbia është duke avancuar drejt Bashkimit Evropian, kjo është evidente, me dialogun teknik e fitoi status në vend kandidat, tash pritet që pas dialogut politik ta marrë datën e fillimit të negociatave për antarësim Bashkimit Evropian, mirë po ne po marrim vetëm premtime shtresë për liberalizim të vizave. Kjo është arsyeja pse ne nuk e shohim përfitues për neve këtë dialog, jemi për integrime evropiane gjithsesi, por gjithashtu tërheqim vërejtjen se nëse Serbia hyn në Bashkimin Evropian para Kosovës dhe Shqipërisë, asgjë nuk po i bën Greqia, Maqedoni, çfarë do të na bëjë ajo neve. Sot Parlamenti i Kosovës ka miratuar rezolutën për luginën e Preshevës, për cilën ka votuar pro edhe partia juaj. Çfarë ndikimi mendoni se do të ketë kjo në jetën e shqiptarëve të Preshevës?
Kjo rezolutë është pak tepër vonë dhe motivi i saj nuk besoj të jetë i sinqert, meqense po aprovohet në kohën kur po bëhen koncesione marramendse ndaj Serbisë, jo vetëm në veri të Kosovës, pra disi të balansohet sadopak në rrafshin simbolik më parë se sa në atë përmbajtësor ose substancial. Shqiptarët në Lugin të Preshevës, në Kosovë Lindore, janë popullsi autoktone dhe kufiri i dhunshëm i ka bërë dhunshëm pakicata. Është për të ardhur keq që qeveria nuk ka shprehur kurfar interesimi që politikën e saj karshi shqiptarëve në Kosovë Lindore ta organizoj rreth referendumit të tyre të vitit 1992. Më shumë zyra, më shumë përkrahje diplomatike, politike nuk e zgjedh problemin e shqiptarëve në Lugin të Preshevës, të cilët, siç e dim, janë edhe nënpërfaqësuar, edhe diskriminuar në terrorin e gjandarmerisë së Serbisë, e cila udhëhiqet pikërisht nga kryeministri i Serbisë Dačić, që jo rastësisht është edhe ministër i Brendshëm. Zoti Kurti, është hera e parë që ju vini në Shtetet e Bashkuara si kryetari i lëvizjes vetëvendosje. Cili është qëllimi i vizitës suaj? Në përbërje të një delegacioni 4 anëtarësh, ne vizituam shumë qytete të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Bashkë me mua ishte edhe nënkryetari Shpend Ahmeti, shefi i grupit parlamentar Visar Ymeri dhe deputeti dhe njëkohësisht kryetari i Komisionit për mbikëqyrjen e Agjencionit Kosovar të Inteligjencës Florin Krasniqi. Visar Ymeri për shkak të angazhimit në Kuvendin e Kosovës u detyruar të ndërprej vizitën e tij. Ne fillimisht kemi vizituar Mërgatën shqiptare për shkak se ajo e ka siguruar edhe shpëtimin, edhe mbijetesën e vazhdueshme dhe fitoren e shqiptarëve në Ballkan, si në paqe po ashtu edhe në luftë. Dhe kemi takuar fillimisht shoqatën Vatra, pastaj Asociacionin e Profesionistëve Shqiptar, për të vazhduar me tubime publike në New York, Washington DC, në Dallas, në Chicago, në Detroit, në Boston edhe në Worcester. Kemi vizituar edhe xhamin, imamin Shuaib Gërgurin, pastaj kishën katolike, Dom Frank Kolajn, si dhe kishën ortodokse shqiptare, Im Zot Nikon dhe Atë Liolinin. Kemi qenë te varri Fanolit dhe aty ku ishte varri Fajkonicës para se t'i bartë neshtrat në Shqipëri. Po këtu në Washington, na keni pasur bisedime dhe çfarë reagimesh ka patur nga këto bisedime? Këtu kemi pasur takim me senatorin Chris Murphy, kemi pas takime me 6 kongresmen, gjithsej, dhe me thonë Steve Stockman, pastaj me Gary Peters, me Elliot Engel, pas këtij takimi do të kemi me Jim McGovern, gjithashtu kishim takim edhe me George Holding dhe me William Keating, me përfaqësuesës të Departamentit Amerikan dhe një mori ligjëratash në për universitete si Harvard, Georgetown, Columbia, Cornell, Northwest në Chicago dhe gjithashtu në John Hopkins në Saks. Çfarë reagimesh kanë shprehur ata për çështjen e Kosovës, marrëveshjen për lëvizjen tuaj? Gjatë këtyre takimeve, tubimeve që kemi pasur, ne kemi shkëmbyer mendime, kemi prezentuar alternativën tonë qeverisë dhe programin politik në përgjithësi, me që rast vrehet që edhe atëherë kur nuk pajtohen, edhe atëherë kur nuk ju pëlqejnë mendimet tona, është një respekt i shtuar për to. Zoti Kurti, ju faleminderit për intervistën. Faleminderit edhe juve.